nafta në Shqipëri është ndruar në një instrument të tiranisë ndaj shqiptarëve, në një instrument të çmimeve stratosferike, të paksimit të racionit ushqimor në Tovolina, të çmimeve stratosferike, të largimeve të tyre nga Shqipëria. Çmimi i naftës në vendin ku gjenden fushat më të mëdha në Europë naftmbajtëse në det, jo në det, në tokë, siç është Marinzi, Patos Marinzi, me 6 miliard fuqi. Në Shqipëri, ky çmim te i kalon me 60% çmimin e naftës në Maqedoni dhe në Kosovë. Pra, shkaku më madhor i këtij çmimi shkatrimtar është Edi Rama dhe qeveria e tij.